shumë madhe valizhen, po ka sa s'kam qa me bo, dhe më shpejtësi e mbylli si me zort kështu. Kur e hapi Odeta, i dolën syzat e vajzës, parfumat e vajzës, trukit, limet, make-upi, edhe furçët e make-upit, beta unë e thash, qa ke bo Marina kështu? Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Zvicër në një familje shqiptarësh, por që janë shqiptar nga Maqedonia e Veriut, dhe të jemi në familjen Tahiri. Pas pak me mua live do të jetë Bukuria Tahiri, një gjyshe e cila do denoncoj një agjenci punësimi këtu në Shqipëri në Tiranë me emrin Aida, si dhe një dado, një vajzë të re që ajo e punësoi, por i vodhi shtëpinë dhe u largua. Ngjarje të rënda që denoncohen këtu në live me Odetën dhe janë histori jo vetëm të trishta, por dhe histori që ndonjëherë ndihesh me turp kur dëgjon se si vajzat shqiptare dalin për të punuar dhe bëjnë veprime të tilla. Por për ta dëgjuar më qartë historinë dhe për të kuptuar se çfarë ka ndodhur konkretisht në familjen Tahiri në Zvicër, hap dritaren dhe e ftoj zonjën Bukurie. E dashur Bukurie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Ti jeton aktualisht në Zvicër dhe ke kërkuar ndihmën time për një problem që ke hasur. Po. Ju keni një problem me një vajzë shqiptare që e keni thërritur nga Shqipëria për ta patur dado aty dhe ka ndodhur një situatë jo fort e këndshme. Mund të ma tregosh historinë nga e para, domethënë çfarë ka ndodhur? Unë kam dëgjuar shumë histori të shqiptarëve të Kosovës, të Maqedonisë së Veriut. Ju jeni nga Kosova apo Maqedonia? Maqedonisë Veriut jemi. Nga Maqedonia. Unë kam dëgjuar histori ku ju bëni një kërkesë agjensive për të punësuar shqiptarë të Shqipërisë që të punojnë aty në Zvicër, ku ju jetoni prej vitesh. Ti je lidhur me një agjenci dhe marrë thekë këtë histori për ta kuptuar çka ka ndodhur. Ka një vit e gjithë që bashkëpunojmë dhe me agjencia, me një dy ndryshme, edhe kena pas në 3 vajza, na kanë çdo 3 muaj, po vajza i parë që erdhi, na erdhi e dyta 3 muaj, të shkoj ajo erdhi e dyta 3 muaj, kur erdhi koha për ta marrë të parën, ajo u martu, gjetu një të dashur në Zvicër, edhe u martu murëm të tretën ne. E treta shumë mirë, krejt mirë, akoma jena mirë kontakte, kena qenë Maqedoni, ka nërë pushime dhe ato e krejt. Edhe unë nisa jo me ardhë gusht, me 13-14 gusht unë nisë me ardhë, e njëta që ka qenë 3 muaj para. E këthi nuk di qërë pat na i problem, na i gjë, e këthi një pon e spus për 4 vite, edhe ju këthi edhe ne u hapitëm se s'kishim se normal me fëmije, me gjana, programët e tona. Edhe u lidhëm agjencin pra, na gjetin ja. Deri ditën e fundit, nxjerrëm biletën, nxjerrëm krejt, deri ditën e fundit, po vit. Ditën e fundit e bllokoi vajzën time, bileta u doq, krejta u doqën. Të gjitha këto para Bukurie i kishit paguar ju? Biletën? Po, krejta, u doq bileta, nuk u erdhi ma. Se erdhi njëjtën kontakt me tjetër vajzë. Neve pak ne jena me punë, ne si krejt, si jeni ju e si jena ne, i kena krejt programot e tona, krejt gjënat e tona, unë ora 4 mëngjesit shkojnë punë, vajza ora 6 mëngjesit shkojnë punë, vajze vogël 3 vjeçe, ngeli shpi ngeli, se normal duhet të një dado për të ashtu. Hajde ndryun krejt planin e punës, se kush shkonte, kush vinte, kishin pak problem me punën. E qartë, e kuftoj. Hajde gjithë një këtu agencia, njëta na gjetë një vajzë, ta është një vajzë në Zvicër, ka gjetë pa punë, a mundet me morë. Të tregoj drejtën, ne e thirrëm atë vajzën, ishte shumë larg piktu, paguajtëm biletën e trenit, normal si çdo jetë biletë e trenit e krejta sendet normal. Kur na erdhi, nuk jam raciste, jemi njerëz, jemi shqiptar, jemi me zemër të madhe, po ishte një rast tjetër që të tregoj drejtën, nuk rash dakord kur e pash. Mbas një 3-4 ditëve bisedova me vajzën, janë gjëra biletën edhe shkoj se ishte racë Rom. I përkiste komunitetit të Rom. E kuptoj, i përkiste komunitetit të Rom dhe ju nuk e pranuat, le të themi, në shtëpinë tuaj që ajo të kujdesej. Është gjë shumë e keqe ta them, se jemi krejt shqiptar, jemi krejt është një gjë e keqe shumë. Po agjencia mu nuk më tregoi piçatim vetë ata shumë keq. Se agjencia pak do të më tregonte se shif është kështu, edhe unë atëherë si krejt njerëzit janë në ato mund të jenë dhe më të mirë se ne. Mund të kenë më edukat pinesh, e din, hajtu lidhëm me qera,
do vim. Por ndalemi pak, e dashur bukurie, ndalemi pak që edhe unë ta kuptoj qartë. Të gjitha këto vajza të reja nga Shqipëria që ju i keni punësuar, si puna juaj dhe shumë familje të tjera, ju aplikonit në agjensi. Kjo agjensia ku e kishte Selin? Në Tiranë? Po, në Tiranë. Si quhet agjensia? Aida edhe është numri që ka dalë me do fëmijë. Pra, agjensia quhet Aida, këtu në Tiranë. Aida. Ju me zonjën Aida lidheshit që ajo ju gjente këto vajza që punësonit ju. Po. Edhe u lidhëm me këtë vajzën, mirë, do vit, paramendot deri ditën e fundit të tregoj mesazhet ne, janë zërën biletën, nuk ishim sigurt apo vina nuk vin. Kur ka hip në aeroplan, ajo në gjithë u thot erdhi, se ma e hupën besimin. Do vine, nuk do vine, 400 frankë janë zërën biletën, okej, ishte puna jo, duhet ne me nxjerr biletën. Jeni zhgënjur nga vajzat shqiptare, në një farë mënyre kanë mashtruar, kanë thënë do vi dhe në fund ju kanë fikur telefonin. E qartë, e kuptoj. Po. Edhe kjo që erdhi tani e nxorën 400 janë zërën biletën, erdhën thuhet dhe tha vajza, ojma, unë nuk e bëj ndërmjetësimi një herë, qof njerëz si do jetë se beson, me të parën u dogje, me ditën të njëjtën, me tretën, qof si do jetë se zu mos i besojmë ma, e dim kur na thoshin se vim, nuk vim, si besojshin ma, ishte një gjë. Erdhi ajo vajza këtu, a di që më rini, si tregova, s'mund, me aeroplan kishte s'mund, 3 ditë të ndajtë radhë, 24 për 24, mbrëmje ka ora 2:30 natës, i dilte gjumi edhe folte me kamera, këtu në Zvicër është ora 10, duhet krejt, mos ketë shurë, mos ketë asgjë, se jemi në rrugë, si të them. Jemi se çdo njeri është në punë, zgjohet në gjesë në 4, në vjetë, krejt, qetësi. Por kjo vajza që eri tek ju për të punuar si dado, sa vjeç ishte? 21, e kam edhe pasaportën, e kam krejta. Nga cili vend i Shqipërisë ishte? Ishte Kuksit. 21 vjeçarja erdhi në shtëpinë tuaj dhe po më tregon që ditët e para ajo flinte gjumë. Domethënë ajo erdhi për të punuar realisht, por flinte gjumë. Dhe zgjohesh në 2:30 të natës dhe fliste me kamër me njerëzit e saj. Po? Po unë merdi gjuna se ne kena fëmijën si dush ta lidh tani edhe me 3 dado që i kam pas këtu, lidhna tani drejt për drejt live, ta jap numrat, i thirrim e tregojmë çfarë njerëz jemi e çfarë hala kena. Sigur me qenë ato vajzat e mia më pirin nani, edhe ato më pirin nani, për qape me mu e krejt. Si dush lidhna me ato të treja. E dashur bukurie, unë të kuptoj qartë, edhe unë kam një dado në shtëpi, edhe nëse dadoja ime që unë e marrë dhe e paguaj, do flinte gjumë, nuk do isha e kënaqur. Kështu që unë të kuptoj qartë, nëse situata ka ndodhur kështu, kjo nuk është normale. Ti e punson dhe ajo nuk punon për flesh gjumë. Kështu mos u vendos në siklet të më thuash që fusim në live dhe vajzat të tjera për të treguar që jemi një familje mirë. Mos u vendos fare në siklet, të mirë kuptoj për gjithë. Po ne kuptoj se është e smundë, tash ka një smundje, të tregoj drejt, kam edhe video që ka his vajza e vogël, tu thonë se të jenë gjumë, kam edhe video, ti tërkuj edhe video se vajza më pyte, qarë është të po Marina, thysha, është të flet në gjumë, normal në vajza si tërkujsha si është në punë, është të flet në gjumë, pas të ditve ajo u zgju për gjumi, i kaloj ajo smundja, mund t'ishte edhe me gjithmen smund, mund t'ishte edhe parën që e kina pas, ajo ishte me migrenë në kishte. Me migrenë, po. Edhe ajo një ditë gjithë ditën e mishim vajzën e me shku me i qu kokra e në vite keqe, ajo gjithë ditën e ditës, kështu nuk do në të hasë drita asgjo, ne kuptojshim, edhe boshim edhe merak edhe dishim se, edhe ne kaloj ato 3 ditës, kjo filloj, në bas 3 ditëve, vajzat shkonte më gjesë më punë, e shkonte zgjonte, pikedo me vete, me dhomën e vete, me telefonin e vetë, me numër telefonit ton, me internet, me krejta, me krejtsetë. E kuptoj. E zgjonte, shkonte në dhomë ke vajza. Vajza, 11:12, thirë telefon une, me pyet si është vajza, nuk hapte telefonin. Vajzën tjetër e thjesha, ama shko shpi, qa ka ndodhë? Kur vjen të shpi, kjo t'u flet gjumë, thonë ama zgjoj se është 12 ora, 12:01 e ka vaktin e drekës. As dam nuk i lante, ditën e parë, ditën pas 3 ditëve ka qenë kjo. E nxjerr jashtë dam pa e lajt, pa e vesh, paramendon një kanotjera, si punë që ka vesh, që nuk e ka ditë, okej, e besojnë se nuk më fillimi, gjana, nuk ishte interesim për punë, hiq ajo, hiq. Një ditë pi punë u kthem, mas 4-5 ditëve kjo kthem pi punë, ajo ushtrin krevet, vajza ka dhënë telefonin celularin dorë, edhe ul
parket, vajza tul ndajt me celularin, ajo tu shtrikre vet. Ta shif, nuk është punë e mirë kjo, se vajza me telefon nuk e lejojnë me telefoni, se është e vogël, nuk di ka hip, se futet në YouTube, edhe fut ato që janë krejta gjanat për kuklas janë, por ka edhe të rrezikshme, ka edhe që tutet. Nëse ditë në dilen datje, vajza e tha, di që është puna, tha, jo, tha, unë tha, nuk më mirë e lej punën, unë tha, rri me vajzën, se sa ta, ti tha je mirë, mund shkojsh ta nxjerr biletën kur dush me shku. Po tha, unë do shkojsh ditën e enjte, okej, ditën e enjte. Pra, gjatë ditëve të para që ajo qëndroi në shtëpinë tuaj, me sjelljen që bëri, ju nuk ra dakord dhe i thatë që ne do të presim biletën të kthehesh në Shqipëri sepse nuk jemi dakord me asgjë. As ushqimin e vajzës, se jo gjëra tjera, as ushqim vajzës, as gjë hiç, flet gjithë ditën e ditës odet, gjithë ditën e ditës gjumë ajo, gjithë ditën e ditës. Pra, e pa përgjegjshme për punën. E pa përgjegjshme për punën që bënte, që ishte ngarkuar për të bërë. Po, e pa përgjegjshme nuk kisha besim me ja lënë vajzës ajo shumë gjumë. Ajo tani jonë të na morë njerëzit na për telefona, e kam mesazhin, një ma mori pargjemra, ma morin telefon, një gjysmë natës e kërkonte Marina. Thash, e kam shkruajt me krejt, thash, Marina nuk është na vjodhi dhe iku, thash, mos u lajmëro. Se nesër thash polici shkoj me këtë numër që lajmërosh. O i zojnë, tha, ti shkon polici, po unë tha jam burg këtu në Gjermani, ta qoj edhe mesazhet, na ka fut edhe më probleme ajo neve. Po pse, gjatë kohës që shndroi në shtëpinë tuaj, ajo përdorte telefonat tuaj dhe merrte njerëz të tjerë? Telefonin personal që ne japim çdo datos kur vin me numër, me gjatë, që të ketë. E kuptoj. Telefoni juaj është i familjes tuaj që e mbani për dadon, e kuptova. Po, e mbajnë për dadon që ta ketë atë privacy-n e vet, që ta kenë kur me dalë te parku me thirr telefon, ajo është mirë vajza, si jeni, ku jeni, për këto sende japim telefonin ta ketë me veti. Jo se jemi. E dashur bukurie, ti je gjyshja e vajzës 3 vjeçare. Po, gjyshja jam. Edhe pse nuk tregon fare që je bërë gjyshe. Shumë faleminderit. Është shumë e re. Jam gjyshe din besave, me jetë i kesh, por nuk ngjan fare si gjyshe. Jo, faleminderit. E dashur bukurie, në momentin që Marina mbriti shtëpinë tuaj dhe nuk ishte e përgjegjshme për punën, duke menduar që ti je gjyshe, u mundove ndonjëherë të flisje për t'i thënë që kjo është puna dhe disa gjëra ndahen, disa pika vije mbi. Po, shumë me shumë qetësi, me shumë dashuri se kam vajza vet, edhe më vinë kur vin, me shumë i kam thënë, Marina Shipe, ti duhet do tjera kam thënë ku ka nep këtu, pim brëndjen thyshin nani nesër ardhjes për drejt qa me i bo, edhe unë e pleka di qa krejt, edhe ajo e bonte, janë grofte, i bonte sendet, thysha pak e përgjithshme t'jesh për vajzën, pak gjona, unë nuk jam shërbetore këtu, jo shërbetore për mu, se për mu nuk isha me po shërbetore, po për vajzën pak, unë jam mirë të e bo, kur është mami vetë, po unë s'kam qa me bo, po është e vërtetë se kur është mami vetë, kur i vinte pi punë, ora 12, 2 orë kishte ko, me u kthej prapë në punë. Ti ato 2 orë me gjithë merë të është mami, po ti para se me shku në punë, mund ta hekish pak vajzën, me thonë, hajde dalim te parku, se ne çdo pallat që është këtu, e keni ta parkun bas shtëpisë, çdo pallat këtu në Zvicër është park në dhej. Ti një 2 orë para se me shku mami në punë, hiqe pi mami, dilni te parku, me los, me po, ajo jo, gjithë ditën deri në 12 flente, 12 vajza shkonte në punë, 2 e gjizë visha unë e nisha vajzën une, edhe ajo që atë gjë e bonte. Ndrytat fikt, televizorin, muzikën deri në fund, nuk ndëgjote, nuk ishte tip që ndëgjonte, nuk ishte tip po që mund të kuptoheshe. Ishte hera e parë që bënte këtë punë? Kjo më tha mu se kam qenë e mora, se për shembull ne kur e morin, bëjmë do pyetje personi që tha me mu. Ajo tha që 2 herë të një shtëpi ka botando. Po kur erdi këtu, i tha vajzët time ti tha, po jetë nate këtu? Vajza tha, jo, mi zemër, nuk po jetë nate. Më punë shtëpi, tha, ku kam jetë nate, s'u shoh vajzën time, edhe po jetë nate. Jo, tha, se ku kam qenë me një familje, kena po shumë jetë nate, kena po... Çdo kush i bën ato vetat, nuk kush ka kohë me po... Jetë nate. Bukurie, me sa po kuptoj unë pa e paragjykuar këtë vajzë nga Kuksi Marina, 21 vjeç, ndoshta e vogël, pa eksperiencë pune, edhe e pa pjekur themi ne, sepse ajo kishte ardhur në shtëpinë tuaj për punë, jo për të bërë jetë natë.
kur era pi pune thash, Marina, para se me ik, thash, mos ikish pa më tregu, se du me të përshëndet shembull, se ka qenë në shtëpi e krejt, po fari pa merak, po të ashtu. Dushin do tesha të vajzës edhe i thash djalit, e kam djalin 23 vjeçë, thash, a mund me zrip poshtë me mund të tesha? Kur zripi djali poshtë, thot, ujma, thot, Marina është ka lipsi për valigjës, edhe thot, është tu e shtyp valigjën, tu e mbyll, thot, se nuk i mbyll është. Me siguri thot, ka morë në gjë. Ua, them, është e pamushme të ketë morë, se kur edhi për rublani, unë ja mora valigjën kur të vipi makinës, ja mora valigjën, ja mora çantën. E mora i bim rënda me krejt qefën. Jo të më shte pamushme se i kishte. Kjo është e rëndë, nëse ajo edhe të pas ka vjedhur. Por në momenti që vajza juaj ja komunikoi largimin Marinës nga puna, ajo si e priti? Nuk e priti keq, jo, nuk e priti keq. Tha, okej, tha, unë tha kështu ma mirë, tha nuk di me bo, unë për mu tha është që kjo. Nuk e priti keq, nuk e priti asgjë, hiç nuk priti. Nuk pati në një reagim? Jo, asgjë, tu fole, tu qesh, ajo që është të ta e përgatit të vajza ushtimi, që është me hangër buk, që është e pitavulinës, është turp me ta thanë, as dur nuk lante, as zam nuk lante, shkonte në krevet hante, pinte, nuk ti se të ta them, ishte që është, nuk di. Do shta, ashtu është rritur, e kuptoj, dhe njeriu si rritet ashtu. Keq të i thanë të fjanë se është një vaj, se më bin keq me t'i thënë gjënat. Ndalemi tek momenti që djali juaj pa që ajo kishte një valigje të madhe me rroba dhe ti dyshove se ajo mund të kishte vjedhur sende me vlerë në shtëpinë tuaj. Çfarë ndodhi? Edhe unë të tregoj drejtën, ai djali kishte një atjor, para që montoj ma duhet me zip poshtë, se nuk më duket një vajzë sikur duhet. Edhe unë zripa poshtë, edhe tham kam me mor tesha për ardhje. Nuk disha si, kur hipa mrenda, tu e thash, që e tu bo, Marina? Ka që tu e mbyll valigjën. Thash, shumë madhe valigjën, po ka sa s'kam qa me bo, dhe ma shpejtësi e mbylli, po e mbylli si me zort kështu. Thash, a më kur erdhe, thash, shumë kleti kishe, thash ti, sa kile ka kjo valigja? S'ka asgjë, kur do ta muro deta une, ajo, lese 20 kile duhet me aeroplan, pa e s'kishte as 10 kile kur erdi, kur do ta muro, u shtrënova kështu krejt. E kthej kokën tu, e shoh pak çantën, ajo e kaq. Thash, qa ke morë, Marina, këtu, a mund të tregoj? Jo, thash, s'ko morë gjë, thash, t'lutem, mbi thash një gjë shumë e rëndë, ama thash, hape që të bokën me ta pa qa ke. Jo, thash, nuk e hape, thash, bite, t'lutem, hape. Kur e hapi odeta, i dolën syzat e vajzës, parfumat e vajzës, trukit, limet, make-upi, edhe furçët e make-upit, beta unë e thash, qa ke bo, Marina, kështu? Po ja kam bo pinati, ama nuk kam pas asnjë far zanke, asnjë far gjë. Bile ta tregoj mesazhin e fundit që i ka shpik vajza se s'ka ditë gjë pim punë, e ka përshëndet, ma bëjsh halal nëse kam gabu, e dit, taj gjë ta tregoj mesazhin që i shpiti. Prandaj dhe unë të pyeta që kur i komunikove largimin, si reagoj, se të pas ka thënë që i kam bërë nga inati, por prap nuk justifikohet, kjo quhet vjedhje. Se shumë thjeshti ta vajza, nuk mundesh, po jo me zas, ato masaj 3-4 ditë që ndaj tu bisedu e tu ashtu kur t'lite me hangër bukë, sa jo nuk rrinte ma. Hante bukë shkon të ndonë, ti ndonë, hante bukë, e donë të t'gashme, krejt e donë të t'gashme, me ushqime, me pije, me gjëna, krejt e donë të t'gashme, edhe atë më pak një qelë me shishën e ujtit, pak e pinte një manës tjetër, nuk ishte mësu, ne deri në fund kur të gjohet, ne e pim, se ujti me pare vlejet. E qartë. Jemi të punu, dhe ta jemi të po copë, se kërkush nuk fal asgjë. Të besoj, gjithçka e keni me djerës, me punë dhe me mundë. Edhe pse jemi Zvicër, do kush mund tote uan Zvicër, nuk është e lehtë jeta, kërkund nuk është. Të kuptoj qartë dhe të besoj për këtë pjesë. Por në momenti që hapi çantën dhe ti e pe që ishin sendet e vajzës, është e rëndë, e kape matë duke vjedhur. Unë e mbeta keq, pa ju mbeti shumë keq. Asaj u thajt pushtime gojës shumë të vojdin. Me dhjaq keq mu... Ty të erdi keq pse të vodhi? Urno? Ty të erdi keq pse ajo të vodhi? Po, me erdi keq se ta kapis një vajzë të req, ashtu, të mi kise kërkuo deta,
për një zot, nuk ja kisha dhënë krejta, po çfarë do kisha pas mundësi se krejta s'u nja jepsha, se nuk jeshin fëmija, po na i gjode ja kisha dhënë. Edhe kur e pash ashtu tash, më fal tani të hapish valizhen. Jo ta valizha se nuk më hapet nuk ashtu, edhe unë mora telefoni se ta shumë e fort, edhe unë mora telefoni ta thirr gjalin, ti thonë se gjali ma fuqit, ma hape. Jo, ajo u frigu, mendoj se më thirr policin, më thirr ndaj gjallë. Edhe ta jo do ta hapi unë vetë, e hapi valizhen, edhe dhe ta fillova çfarë me pak te valizha, o këpuc, o atletike, o fustana, o gjupa, o çantat me vlerë, si të them, Kishte boshatisur dollapin e vajzës tuaj dhe i kishte marrë. Po gjëna me gjupa, me bluze, para mendohet edhe mbathjet. Jo mbathje të reja, mbathje përdorshme. Jo të reja shembull, e din. E kuptoj. Edhe janë zora në krejt me këpuce, me gjona, janë zora krejt edhe një kështu palet me kap e madhe kështu, me krejt gjyra, ashtu që me rikesh tash këtë ta falun ta falë. Pasha zotin, nuk di sa më të besoj, sa nuk të ashtu. Me hekun bravo, sinqerisht bravo bukurie, kjo sjellja juaj, ndaj kësaj vajze 21 vjeçare që ndoshta mund të jetë rritur në varfëri dhe po prap nuk e justifikon asgjë vjedhjen, ti ke përdorur një sjellje që është për t'u lavdëruar, e ka pema duke vjedhur dhe i the në fund këtë ta bëj unë dhurat, por mos vi thmas, është gabim. Po edhe sa shopish edhe fundi pastaj. Tash këtë ta bëj dhuratë ta tani edhe ja palova krejt rachet, se janë zora unë krejt rachet. Ja palova krejt rachet edhe një herë, edhe mundova me mbyll valizhën. Valizha ishte bosh. Se kishte, ajo ka do punonte, do blete naj tesh, naj gjë, ajo ka Patjetër. Mos e mbushe, se shumë vajza kur vinë nuk molin shumë se dalin me blet, nuk ka shumë zbritje, bin zbritje, për shembull 50 frank bie, 10 frank, 5 frank bie, 5 euro, 10 euro, shumë vajza e bëjnë ashtu, ajo nuk është gjë se s'ka mortesha, se mjafton një palë tuta pikesh, atletike me dalë me shetit me majë, ai kishte vënë edhe postana, krejt postanat që ne veshim me një ceremoni, me një e qartë. Se me një gjë, që është postana, kështë më janë 3-4 postana, biletjana tash kjo është e Iliridës. Jo, ta nuk është, se mu duke si postani vajzës. Jo, ta nuk është, ma tregoj foton, ma tregoj, okej, tash më falë. Edhe, po tani valigja, se valigjën tu e shërngu, kur e mbylli që e kishte plot, edhe pak si u prish, edhe jam shona pak si me zorë, po tani ta mu, kjo me mu prish prap, se shkonte me një vajzë, ke një shoqe, ata unë e sojt nesër të vishëm, pasha zotin o detja kam dhënë valigjën e vajzës të re, i kam thonë mere këtë valigjën, me tu prisha jo ta kesh valigjën tjetër. Pastaj nga ora 6 deri ora 9 unë kam dhejt poshtë e vajza, kam dhejt tu po ma bete, tu fole, tu jas qaru se nuk pot me po këtë gjaj, nuk pot, se s'unë e kisha edhe vetë se tash unë do hip nalt, kjo prap mund t'i more. Do mbushi prap valigjet. E kam përcjell deri jashtë, e kam puth, e kam thonë lam të mirë, rrugë në barë, me gjithë ato që e boni, me gjithë krejta, por nuk është problemi ke kjo vajza se, si të them, është edhe... Ti e fale, e qartë, ti e fale vajzën, për çfarë bëri, okej, nuk ra dakord për punën se ajo nuk ishte korrekte, por ti e fale dhe për vjedhjen që bëri në shtëpinë tënde dhe e përcove. Vajza ime, edhe shoqet e vajzës, kishim qenë ne edhe këto që i kam pas dotato, që i kam pas, mu kam... Kina se tu, unë e kisha ka për flokë, që kisha po kisha... Ju jeni treja, nuk e dini si do me thonë një fëmijë largohet prej vendit huaj me shku me një shtëpi, nuk është lehtë edhe për ato kur vinë, se nuk din çfarë mund ndodhin këtu, çfarë persona mund të jemi, si mund të jemi, nuk është lehtë edhe për ato, për ne pak ma lehtë është. Për ato nuk është lehtë që vinë nga tjetri, unë çfarë mendova, edhe për çfarë gjë nuk i thash asgjë, nuk i thash. Sjellja jote, vazhdoj ta theksoj që sjellja juaj ndaj asaj vajze shqiptare nga Kuksi është për të duar trokitur. Sinqerisht rrallë janë njerëzit që e bëjnë këtë gjë, por vjedhja nuk justifikon asgjë. Jo, se... Është e rënd për Marinën, për veprimin që ka bërë në familjen tuaj. Ju e përcollët vajzën, dhe vajza iku te shoqja e saj dhe më pas do kthehesh në Shqipëri. Por tani ku qëndron problemi? Me kë keni ju problemin?
Tani problemi është se vajzat në kur ka ecë, se kur i tregova vajzës, kjo është me mërzit me vajza, çfarë bën e tira agjencinë. I thot, nuk është e mund vja thot kështu ka vjetën ka bomi, ka treguar, i ka çu krejta sendën që ka pasi ashtu. Ajo i thot, okej, thot, a mund ti thot mu të ma japi ndërmjetësimin, si mos ma japi ndërmjetësimin, thot ti mu 200 frank, 200 euro, tani ne 2 vajza prum, nuk na erdhën, biletat na shkun kot, ndërmjetësime kina bo, kreta kina bo, të tregoj drejt, këtu pak punum edhe ne pak si ju drejt, me që erdi kjo vajza këtu. Po ta them odeta, ta them me sinceritet se mund të mos më besojsh, po kishte qenë e mirë kjo vajza, ne pak që do ta kishim lajmëru agjenci, dhe ja kishim çuar ato pare. Po ne u frigu piqerave e nuk dishin si do jetë. Kujt i besonit? Parat kot na shkon se nuk dalin let 100-200 euro me vatën agjenci. Pra, ishte që janë e mirë, mund t'ja kishim çu, po mund vetëm më ja kishim çu, nuk e di. Zisht ta them, do ta tregoj të kuptoj. realitetin, e di. Pra, vajzën e fundit, Marinën, ju e keni marrë pa agjenci, e keni gjetur vetë? Jo, me agjenci, odeta. Me agjenci? Agjencia, nata është kjo vajza, ju bisedoni me këtë vajzën, vajza ime bisedoj me këtë vajzën, 3-4 ditë me re, por nuk e besojshin do t'i tregoj edhe mesazhet kur ma kanë çu vajza, o nis Marina, ka erdhë, se nuk e besojshin s'do vine. E kuptoj. Do dëgjojnë ato. Pi kur disët Marina për të erdhë këtu, ne duhet lajmëroshim agjencinë se vajza po vinte na. Në Shqipëri. Edhe ne japim ndërtimin. Ne e pritëm të vine një se hala nuk e besojshim odeta. Se hapina nuk vinë. E kuptova. E bom që edhe vajza do që japin 100 euro, edhe ne që e morim 100 euro, agjencisë që japim 200. Po. Po ne nuk e pam se nuk është mirë dhe vajza nuk e bom këtë punë se ishin tu habit me këtë vajzë si erdi një habit sot tu flet në gjumë. Edhe nuk ta shkel media këtë ndërmjetësimi, e di se duhet me adhan me ashtu. Po atna që shkoj ditën e ende mbrëmje, që shkoj kjo vajza, i Lirida, vajza ime, e thirr agjencinë telefon, thot, ajo vajza erdi, po thot më ka vjetë, më ka po ajo thot, nuk e disha me bo une, nuk kam përgjithësi fundit ato, po ti të më hapish mu, do vi qoj shparet. Ka thonë vajza jo, nuk qoj se unë kam qu për qerat e, ose ti si më japish mu parët, unë do të postoj ti në Instagram, do të postoj në rrjetet sociale. Okej, shumë mirë ta bone edhe ajo, se edhe ajo ka punë, mund ta kuptoj edhe atë, si e kam punë, unë që shkoj, edhe unë kam një restoran, si mos pagujnë edhe unë, nuk është mirë. Ajo nuk e poston i Liridën vajzën time, ma poston Besën, 3 vjeçe. Kjo është të mërshme. Kjo është të mërshme. Nëse vërtet agjencia këtu në Tiranë, me emrin Aida, ka bërë këto lloj veprimi. Ta kam çu çfarë të ka bërë, ta kam çu fotën që e ka. Ja, unë në këto momente po jap fotot në këtë live, por është e turshme që një agjenci të postoj një fëmijë 3 vjeç vetëm për shkakun se ju nuk ra dakord për atë lloj pagese, duke ditur që të gjitha vajzat që agjencia ua kishte sjell nuk ishin korekte me ju, disa nuk ju erdhën fare dhe e fundi që ju erdhi nuk ishte korekte me punën dhe agjencia t'ju postoi vajzën 3 vjeç, kjo është. Po, plus më ka dërguar edhe foto. Është vajza ime. Përshëndetje. Edhe më ka dërguar krejt fotot që i ka postuar shumë faqe. Do me thonë, ajo e ka shpërnda foton me shumë faqe të tjera. Kjo është faqe e parë, kjo është faqe e dytë. Këtu e ka postuar në Facebook. Do me thonë, më ka dërguar ajo vetëm. Edhe unë vetë që kam shkujt hek ma vajzën të lutëm, edhe nuk ja kam këthy ma se nuk kuptoshin, nuk s'kishte shans me bisedu me këto vajza. Irida, të lutem, me qenë që vajza juaj është postuar në disa faqe në Instagram nga kjo agjenci që është fatale dhe ju du të bëni me njerë denoncimin në polici dhe pse po denoncojmë live këtu me Odetën, të lutem, ju me kë keni folur pikërisht me këta agjenci, mund ta di? Unë e kam folur me Aidën, Aida quhet vajza. Vajza gjuhet Aida dhe unë uroj dhe shpresoj që Aida të na ndjeki, të reagoj, të më telefonoj, nëse ajo nuk ta marri këtë hap, do jem unë që ta marr hapin e dyta për ta telefonuar Aidën dhe besoj ju i keni kontaktet e agjencisë për të mi dërguar. Po e kena krejt. Besoj që mami të ka dërguar dhe këto bisedat Po ja kam dërguar krejt. Po. Ato bisedat që janë bërë në Instagram me fjalët e pista. Unë realisht për shkak të etikës nuk dua t'i postoj të gjitha këto mesazhe me një fjalor
Shumë të rëndë. Po. Por Aida ju ofendoi rënd dhe edhe pse ju postoi mbesën, vazhdonte t'ju ofendonte me mesazhe? Po, ashtu, po. Edhe unë dita e kam marrë telefon ditën e premte, i kam thënë lutem Aida, e kam marrë telefon se ma dha vajza numrin, edhe unë i kam shkruajt, e kam thënë telefon, më ka thënë a do më punë, a kërkon Dado. I kam thënë se për të më hap telefonin, jo kam thënë kërkoj Dado, edhe më tirin telefonin e i thash lutem, Iliridën mu ta postojsh gjithë anën ka dush, hiq ma besën. Unë tha nuk ta hek, po me plas ka ti, unë tha nuk ta hek besën. Një vajzë 3 vjeqet ma postojnë e mu në për rrjetet sociale, nuk e lejoj o deta, po kushe di qa me bo. Mund të ajo Marinat ma kishte vlet krejt shpit, krejt asendet, që avoj halan se është një fmi, nuk e kam atë shumë sa e kam me Marinën, sa e kam me agencijen. Unë me gjithë men du t'ja dënoj, se kam... Era e parë është që unë ngell keq me një gjë se fmiut, me gjithë men që ka një gjë që qek shumë keq. Mjalti ti themi ne. Mjalti, po. Edhe ta shuk une, edhe atë une kam numrin, çdo ditë e qet WhatsApp në storje. Nuk e hap me pa se vin me plas, nuk e hap me pa, po çdo ditë ma qet arjen në storje. A mundet një filtre dhe kjo ngjarje kur ka ndodhur fiks, çfarë date ajo ka marrë fotot e mbesës tuaj dhe i ka postuar? Ka ditën e premte ka ndodhur. Është u ndalo deta aty gjithë ka krejt rrjetet sociale. Ajo nuk është e drejta. Kjo nuk është normale. Dhe nuk është serioze, nuk e kuptoj se si një agjenci që njerëzit i besojnë të bëj këto lloj veprimesh. Nuk e di, nuk është normale kjo që bën kjo zoj me emrin Aida. E fëmijë do deta, ajo duhet fëmijën ta ketë shumë, mos e qese fëmijën, ajo punon me Dado, me fëmijë punon. Çfarë shkruan në krah të fotos së mbesës tuaj kur poston story? Që kështu familja me Dado ka bashkëpunu, po mos me paguaj dhe në fund e ka vjedh, ju kam thënë mos bashkëpunoni, stop mashtrimeve të gjithë, do publikoheni me numrin e telefonit. Gjithë të e thim telefonin. Nuk e sa numra më kam thirrur unë që ka këtë 8 vite kam këtë numër edhe plus kjo që ka shkruajt është total rend, nuk e ka shkruajt as tamam se ç'është duhet. Po kjo nuk është normale, nëse Aida pretendon... Telefoni, o deta, unë sunja hap numrin telefonit vajzës time në ma kërku për një person, fami nuk e prit atë person, sunja hap numrin telefonit është personal. Më falo detë se ne poni pak ndryshi, ti po ndryshi, jam në kupton. Të kuptoj qartë, të kuptoj 100%. Se ne të Maqedoni se kena pak gjuhën. Jo, e flet shumë mirë dhe të kuptoj bukurie shumë mirë. Me dialektin që ke je korekte, unë të kuptoj, s'kam probleme. Por nëse Aida pretendon se ti e ke mashtruar së bashku me Dadon, ajo mund t'i drejtohet policisë, mund t'i drejtohet institucioneve, pse duhet ajo të postoj? Çfarë? Dadon na mashtruan, edhe prandaj nuk kishim besim më, e priqim të vinë djerë këtu, nuk dishim, ti tregoj unë krejt kur onis Dadja me arë, vajza të shkujt, onis, ne krejt të knaq, se kena një grup në familje. E qarë, se kishit nevoj për një punojse. 2 bileta na u dogjën kështu, ka 400 frank na u dogjën biletat. E prandaj nuk e besojshim, vite njëherë, pastaj do shifshim, mundesh, nuk kam 100% se do kisha lajmëru agencin për të t'i qoj 100 franga. Mund ta kisha lajmëru, po mundet edhe jo, nuk e sun ta them. Por janë gjëra, e kuptoj, je shumë e sinqert në të gjithën atë që po tregon. Se edhe mundësin që tregon se çfarë do bëja, nuk je sigur dhe mund ta bëja dhe jo duket. Mund bëj të isha hajtë se nuk ja qeve, ti si jemi hajtë se 100 franga. Dado, është e mirë, hajtë se më parim punë. Po mund të të kisha që, nuk e... E dashu bukurie, logikisht... Nuk kena paguaj. Jo, logikisht e dashu bukurie, kur ti ke paguar nga 400 franga për shumë Dado që të vinë dhe së të kanë ardhur dhe i ke humbur ato para, unë jam sigur që ti ato 200 franga nuk i kisha asgjë për të paguar agjencin. Jo, më i deta i kisha që, pasaportin, po nuk du me thonë se e kisha që me sigur se tonë... Por janë disa gjëra që ajo mund të telefononte dhe t'i zitnit, nuk ishte pse të zitë rrugën e postimit online dhe mbi të gjitha, të nxjerrë një fëmijë të mitur pa lejen e nënës dhe babait, ajo rrezikon me këtë lloj veprimi që ka bërë. Unë pasha një zot, unë du dëm shpërblimi që anë ka po ajo për mbesën, se mbesa
duhet ti në telefon, një ditë e ti të i gjallë, jo Leo, a kërkon një punëtor me të arrit fëmijë. Po. Ma janë të utanë se numri personal. Një dato që kam bisedu, ma ka dhënë numrin e agjencia dhe kam folë me këtë vajzën, edhe ma ka çu foton, edhe më ka shkruajt e dashur si ke kalu, si e ke gocën, të pash çfarë skandali ka ndodhur. Edhe unë ja shpjegova me voice, edhe ajo ma ka shkruajt çfarë skandali, më vjen shumë keq, e dashur, ke të drejtë, se familja nuk do të nxjerrët në foto, edhe ma ka shkruajt. Ajo agjenci që unë e pash, më atë jam zënë, se janë shumë vajza të trasha, se unë nuk kam problem me ty, po me ata. E qartë, Irida, e qartë, edhe mesazhet që ke marrë për shkak të këtyre postimeve, por jam e sigurt që Aida do e ndjeki këtë video. Dhe unë pres që ajo të reagoj, që t'i japi një shpjegim, nuk e di çfarë shpjegimi do japi, se si ajo gjen guximin të marri një foto të vajzës 3 vjeç, të mbesës tuaj, të vajzës e Iridës, dhe ta postoj në Instagram me ato shkrime që është skandaloze. E theksoj dhe njerë, nuk u njoh as ju e dashur bukurie. Unë jam një gazetare që besoj më ke ndjekur në emisione. Nuk të njoh, herë e parë që jemi live bashkë dhe nuk jam pal kur me askënd që hyn live me mua. Nuk e njoh as Aidën, për herë të parë po e dëgjoj emrin e Aidës, agjensitë e ky live që ti më tregon këtë histori. Nuk jam pal me askënd. Por, nëse historia qëndron kështu, unë nuk e di se si kjo zonjë, Aida, që ka një agjensi në Tiranë, merr guximin të marri foto në një fëmijë 3 vjeç, pa lejen e prindit dhe ta postoj. Nuk e di si merr guximin dhe nuk e di se si nuk e kupton ajo se çfarë e pret. Është e dënueshme kjo gjë. Nuk e kuptoj edhe unë si mundet këtë punë të abone, e mos e dite se një fëmijë nuk mundet me nxjerr. Okej, Iridën ta ka po këtë gjë, nxjerrë, pa problem. Numrin, shepe numrin, edhe hiqe vajzën, vëndoj një vajzës një gjë, mos duket vajza. Po unë e dim telefon, thëm të lutem, hiq ma mbesën. Jo, thot edhe i ke pa pastaj ato biseda. Është shumë e... Kjo vokabularjen tonë, ato fjalë, vite edhe turk me t'i dërgu ato fjalë, ashtu. Shumë e qartë e kuptoj, mesazhet dhe fjalët ofenduese që ka përdorur ndaj jush kjo zonja me emrin Aida, por është e shëmtuar nëse ajo hakmerret dhe përdor këtë lloj forme për ju. Është shumë e shëmtuar. Tashu nuk e kam me Marinën, shumë pak e kam me Marinën, pak edhe hiq, s'është një vajzë e re, mund ta kuptoj, nuk di qarë, nuk e kam asgjë me të, sa e kam me agjencinë, sa agjencia, edhe plus thot, zoj, unë kam një fëmijë dhe jam me fëmijë në barkë, zoti me imër, gjithë me të mira ato deta, asnjë gjë kundër e din, edhe më atë moment kur e pash se reagoj ashtu me njerëz shkruajtëse se kam çdo ditë ndjek, në datën më nxen gjumi tut. Të falenderoj. Edhe ndjek krejta, edhe para 3 vjet dhe 4 krejta ti. Bukurie, të falenderoj sinqerisht që më ndjek. Nëse ke një mesazh për Aidën. Po, kam një mesazh që nuk duhet t'i bëni këto sende, nëse ka diçka të ketë me të rriturit, e jo me të vetit t'i bëni ato gjana. Ta postone ka këtë gjanat, edhe unë me gjithë mend du t'a dënensoj, edhe du dëm shpërblimi, me gjithë mend, për vajzën, se nuk duhet t'a bënte këtë gjanë. Nuk duhet me bo këtë sen t'a vëndone vajzën 3 vjeqe, pa lene prindërve, pas një gjë, pas një pasendi, për këtë shka nuk e pranoj. Bukurie, çfarë do lloj reagimi, çfarë do lloj zhvillimi që do ketë pas këtij live-i, unë e kam numrin tuaj të telefonit dhe jam e detyruar që t'ju njoftoj juve për gjithçka. Kështu që unë të falenderoj që ti sot hyre në këtë live, ndave me ne këtë shqetësim që keni ju, mund ta kenë dhe shumë familje të tjera aty në Zvicër apo në Gjermani dhe realisht bëre shumë mirë që e denoncove. Sepse është një mesazh goxha i fortë për të gjitha ato agjenci që punojnë në Shqipëri, që duhet të jenë të përgjeshme. Të përgjeshme, po. Por sot keni arritur të gjeni dato për atë vajzën që ma tregove që sa e bukur ishte? Jo, nuk kena arrit, edhe të tregoj drejtën, edhe ne jetë edhe ma e mira e Shqipërisë, po kena frikë, dhe se unë gjithmonë kam thënë, nuk e du nga Maqedonia se kam për ju të Shqipërisë kam një gjë shumë të mirë, një gjë në disë ta shpjegoj, kulturume, krejtë thëmë, çdo herë thëmë një budallaqi e Shqipërisë është tani më e mëshmja e Maqedonisë, se jeni shumë para, jeni shumë me karakter të mirë, dhe çdo herë kam dash vajza me u rrit me një dato të Shqipërisë, se jeni
me anglishtën jeni ekstra, me gjuhët e huaja jeni shumë mirë. Edhe shqyqyr zotit kena qertë, kena pas gado qera, po tani e kena bo, kena frikë. E presim si dorellën, vajzën po inshallah na jo është humor me hekat isklusin që ja kam bo, edhe ta për një 3 javë edhe bina jo, inshallah, zdi qa me bo edhe unë me ja hek që hate me jo, për ndryshi vajza e lem punën. Dhe të kujdeset për vajzën e vogël. E dashur bukurie, në Shqipëri mua vjen keq që një vajzë 21 vjeçare me emrin Marina apo një zonjë tjetër me emrin Aida njollosin figurën e vajzës shqiptare. Unë të garantoj si nga veriu dhe nga jugu ka plot vajza të mira, vajza të sinqerta, vajza me karakter të fortë, vajza punëtore, të pastra, një koqire i themi ne, por fatkeqësisht pyll pa dëra nuk ka. Ka dhe vajza që bëjnë veprime të tilla dhe nuk janë të ishme dhe kjo është një turp, le të themi. Shumë. Ne patëm një eksperiencë shumë të mirë me të trijat, patëm një eksperiencë shumë të mirë. Familjar në teta, nani, bishin tuke unë, të dhoma ime, krevatim, bishin me flet, ditat e tilla, nuk punojshim, bishin me mgjezi, bishin ke dhoma, ma knëpëshim, sikur me qam vajzat e tona o teta, edhe prandej, nuk do isha pja tjetër, isha jo pjo në stonjë, jo pjo Makedonis, pi Shqipëris, se më pëlqeni si njerës, ku e di, ama pak ngella keq, e jo se s'kas, se ka kret bota, ka të mira edhe të qi, jo se për një i bëjmë kretë këqi, jo. E qartë, prandaj e thash dhe unë. Mirë, bukurie, të falenderoj, do mbetim të dyja bashkë në kontakt. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Kalofshimit, përshëndetje. Përshëndes dhe Iridën, miru pafshim. Përshëndetje, miru pafshim. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj e them edhe një herë që zonja Aida, e cila ka agjensi këtu në Tiranë, të reagojë, të më telefonojë për të dhënë një përgjigje familjes Tahiri. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale. Më gjeni në Facebook, në Instagram dhe në TikTok me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, ku çdo paradite tashmë e kam kthyer tradit, hy live me këto histori reale, histori shqiptarësh, histori të dhimbshme që vijnë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, por dhe nga diaspora. Faleminderit miq dhe takohemi sërish nesër paradite live. Para një viti, me një koleg pune, njihem në punë, u takova 3 herë, 4 herë shumëta, a i më la 7 zanë, dhe i u largua, u fut në burg, edhe unë në muajin e 6 e kuptoj që jam 7 zanë. Nuk e kuptova që në fillim, mendova se isha menopause. Kam shkuar tek e jëma e Arbri, jemi takuar dhe ajo ma më dimnuse. Arbri u shndrua në njeri tjetër, por ai më trafton. Ka tjetër. Unë e sigurt nuk jam se vete me grua, apo vete me mashkull. Si jam e sigurt, tek ai person. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për një nën, ajo quhet Esmeralda Uzeiri, e cila do t'rregojë problemet që ka me partnerin e dytë. Fatkeqësisht përpara disa jave ajo e ka dëbuar partnerin, por ka shumë për të rrëfyer ditën e sotme dhe nuk do vënoj, menjëherë do hap dritaren dhe do përshëndes 44 vjeçaren. E dashur Esmeralda, përshëndetje. Përshëndetje. Ne folëm pak të dyja dje së bashku dhe nuk e kuptova problemin tuaj, nda jemi të dyja sot për të treguar realisht çfarë ka ndodhur me ty. Unë jam 44 vjeç, banoj në Saran, jam prej 10 vitesh e divorcuar. Po. Dhe kam 2 fëmijë, vajzë djalë nga martesa e parë, vajza 23 vjeç, djali 20. Dhe para një viti, me një koleg pune, njihem në punë, më kërkoi, a i të njiheshim? E qartë, nise një marrëdhënie të re, le të themi. Po. Vazhdoj lidhjen me personin, u takova 3 herë, 4 herë shumëta, a i më la 7 zanë, dhe
u largua, u fut në burg, O, më vita keq. për ditë që është nuk e di. Arsyen nuk ma ka thënë të vërtetën, edhe unë në muajin e 6 e kuptoj që jam shtatzan. Nuk e kuptova që në fillim, mendova se isha menopauzë. Por isha shtatzan. Në muajin e sa kisha hyrë në muajin e 7 e kërkoj në Facebook nëpërmjet mbiemrit, sepse ai që në burg nuk mos janë ndonjë të afër. Si përfundim i shkruaj të motrës, pa e ditur që e motra. Kushdo që të qetë kërkoja ndihmë. Ajo doli e motra edhe lajmëron. Arbër quhet, personi në fjalë. Ju keni sjell me Arbri keni sjell një jetë djalë apo vajzë? Vajzë, Vajzën. Si quhet babai i vajzës edhe një herë të lutem? Arbër, Arbër kush? Rakipi. Rakipi. Po, ju u takuat vetëm 3 herë dhe më pas humbe kontaktet me të? Po, sepse ai e arrestuan këtu në Sarandë dhe që në burg, në Tepelen. E dashur Esmeralda, më lejon do të pyes? Një njohur në vendin e punës, më the. Po, po. Ai punonte me ju? Ai që banakjer kurse unë sanitarit në një hotel. Në një hotel në qytetin e Sarandës. Po. Ka qenë një njohje, besoj që pas një kohe të gjatë divorci dhe ti ke të drejtë normalisht të vazhdoje jetën dhe gjithnjë me shpresën për të sistemuar veten tënde. E refuzova 2 herë sepse unë kërkoja në Saranda dikë të ndërtoja jetën. Nuk doja të shkoja në Elbasan nga që kam 2 fëmijë, e kupton? Por pse? Por- Arbri është nga Elbasani? Po, sepse do të isha afër fëmijëve në Sarandë. E qartë, personi që ti njohe, Arbrin, flasim gjithnjë për babain e vajzës, për partnerin tënd të Po. dytë, Arbri ishte 40. 40 vjeç. Mund të më tregosh për njohjen tënde, do si u njoh dhe si vazhdoi ajo lidhja jote në pak muaj? Po, unë u largova nga ajo punë, Po. edhe kur u largova i pyeti që isha e martuar, apo jo, më dinte të martuar, sepse unë nuk tregoja në punë, që isha e divorcuar. E qartë. Pasi u largova, ai më kërkoi, pyeti kolegët e tjerë, qalla që e divorcuar, i thanë kolegët e tjerë, nuk që e martuar, dhe ai më kërkoi numrin e telefonit nëpërmjet kolegëve. Po. Dhe u takuam 3 herë, 4 herë, shumëta. Kaq, komunikimi me të që shumë i pak, sa na bënte kafe në mëngjes edhe në drek, sepse ishim orar pune. Nuk ishim shumë komunikim që të njiheshim më mirë. E qartë, në momentin që ai vinte nga Elbasani dhe besoj ka qenë sezoni verës që ka ardhur të punojë në Sarandë. Po, korik ka qenë. Por si humbe ti kontaktet me të? Se ti fillove një raport, kishe lidhje intime me atë person dhe pse u takove 4 herë. Po, Si humbe kontaktet? ai e arrestuan, Po. e kupton, i mund dhe telefonin dhe u zhduk nuk kisha më asnjë lidhje, asnjë kontakt për të. Ai është arrestuar në vendin e punës? Nuk e di. Por Nuk më ka treguar ku vendodhje dhe përse arsyen, nuk e di. Por si e Nuk më ka zbulua treguar. si e zbulua ty që personi që ti fillove të ndjeje, u dashurove me atë person, si e zbulove që ishte ndaluar nga policia? Më tregoi në janar kur unë kontaktova që e kërkova nëpërmjet rrjeteve sociale. Ai të ka telefonuar vetë nga burgu? Ai që me arrest shtëpie kur unë kontaktova me të motrën, Po. i dërgova numrin e telefonit të motrës në Messenger dhe ai ja dha të vllai. Dhe çfarë Dhe të mora tha vetë Arbri në momentin që ti fole? E pranoi që ishte i ati. Do më thënë dhe unë dhe sa që fëmia do rritet me nënë e me babë ta. Do rritet me prindër, e pranoi
që me arrest shtëpie dhe ai e theu arrestin e shtëpisë, erdhi në Sarandë, filloi punë sepse unë isha në majën e 7, nuk mund të punoja, kisha nevojë E qartë. për të ardhura ekonomike. Dhe çfarë ndodhi më pas? Në prill linda, në 6 prill linda, dhe në këtë periudhë me ligjin e ri që ndodhi me ai përfitoi. Amnistia. Edhe u lirua. E mbyllja. Përfitoi nga Po, amnistia. kishte- Prillin e këtij viti, Po. 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 Dhe që nga janari deri para 2 javësh ai jetonte në shtëpinë time. E qartë. Pra, në momentin që ai theu urdhin e arrestit dhe erdhi aty në Sarandë, ka bashkëtuar me ty. Po. Të bëj një pyetje dashur Esmeralda, si e pritën fëmijët e tu të gjithë këtë histori, goca dhe djali duke menduar që i ke në moshë madhore, flas për fëmijët nga martesa e parë. Fëmijëve ja u kisha prezantuar që në fillime Arbri, djali jetonte në Itali dhe vajza një farë kohe, nuk ishin në shtëpi. Pra, ti ke qenë vetëm, bashkëtesën me Arbrin e ke bërë vetëm, fëmijët i ke pasur në Itali. Vetëm vajzën. Vetëm vajzën. Vetëm vajzën në patur në shtëpi. Djali tani më ka ardhur, tani në gusht. E qartë, Esmeralda, unë dua të të bëj një pyetje tjetër, në momentin që ti humbe kontaktet me partnerin tënd, që fatkeqësisht ishte ndaluar dhe arrestuar nga policia dhe ti nuk e ke mësuar as sot e kësaj dite për çfarë u ndalua nga policia? Më ka thënë që hipa në një makinën e një shoku, Po. e ai merrej me klandestin, e kupton dhe e hëngra dhe unë jam i pafajshëm, nuk kam bën gjë më ka. E qartë. Kjo ka qenë përgjigje që të ka dhënë Arbri, Po, partneri juaj. Por në momentin që ti zbulove që ishe shtatzën dhe nuk e dije se ku ndodhesh babai i vajzës tënde, ti më the që nisa më njëherë të hyja në rrjetet sociale dhe të kërkoja familjen e tij, të kërkoje me mbiemrin Rakipi dhe gjete motrën e tij. Kur komunikove me motrën e tij, a tregove të vërtetën që po prisje të sillen një fëmijë me vllajën e saj? Jo, ose sepse nuk e dija se kush ishte personi që unë i kam shkruar. Unë nisa thjesht që kishin një mbiemër. Por më Dhe i pas. thash, kam nevojë për ndihmën tuaj. Po. I thash, dua të kontaktoj me Arbrin, kaq. Por besoj që ajo sot e di se kush je ti. Po, kemi folur, kam shkuar tek e jëma e Arbrit, jemi takuar dhe ajo më dinuse. Ajo më priti si nuse. Pra, familja e Arbrit e ka pritur shumë mirë. Kur e kanë mësuar që Arbri kishte nisur një raport me ty, një bashkëtesë me ty dhe mbi të gjitha, ju po bëheshit prindër. Po, kur unë e lajmërova në janar, që kisha hyra në majën e 7, i thotë jëmës që do bëjmë prind baba për herë të dytë. Pse Arbri vite nga një martesë e dështuar, fatkeqësisht? Po, edhe ai ka një vajzë. Nga martesa e tij e parë. Martesa e parë. E qartë, por çfarë ndodhi me bashkëtesën? Ai theu urdhin e arrestit, erdhi bashkëtoi me ty në qytetin e Sarandës, fatmirësisht përfitoi nga amnistia e prillit të këtij viti, mbaruan çështjet me drejtësinë dhe të dy jetonin në qytetin e Sarandës. Çfarë ndodhi? Mund të ma tregosh? Pa lindur kaloni mirë, kujdesej për mua. Po. Kujdesej shumë për mua dhe pasi filloi punë në mars, Arbri u shndrua në njëri tjetër. Kur themi u shndrua në njëri tjetër, çfarë duhet të kuptoj? Filloi punë tek Hotel Mediterane që e kemi përballë shtëpisë. E qartë. Aty. Arbri ikën në orën 3 edhe vjen në orën 6 të mëngjesit. Mirë. Ikën në orën 3 të drekës dhe vjen në 6 të mëngjesit. Besoj është një sakrificë që ai bënte për hir të punës, që të kishte më shumë të ardhura. Po punon, e vërtet është kjo që punon, por ai më tradhton. Ka tjetër. Ju keni zbuluar se ai ka gjetur një tjetër partner e një tjetër grua. Po, më tradhton. E dashur, Esmeralda, këto janë thjesht dyshimet e tua apo ti ke arritur të zbulosh dhe ta faktosh që
partneri jot, babai i vajzës tënde, të ka tradhtuar me një tjetër grua. Ai çohet natën, kur është turni i parë, e punon 8 orash në mëngjesi, do me thënë ditën. Po. Dhe vjen në shtëpi, ai del në darkë dhe më vjen prapë në orën 6 të mëngjesit. Në orën 5, në orën 6. Si e ke zbuluar ti që ai ka një tjetër grua në jetën e vet? Po, kam fakte. E dashur, e pyes Arbër, ku ishe gjithë natën? Se ka 5 muaj e dashur Odeta ky problem. Pra ti ke 5 muaj që ke arritur të zbulosh se ai po të tradhton. Po, ku ishe piva 2 bira? Ky është justifikimi. Më fal, po, një bashkë, një burr, një prind, një baba nuk mund të dali natën, mund të dali 1 orë, 2 orë, të pi 2 bira, me që është dhe sezon vape, beari, dhe kthehet 2 orë, 3 orë, po ju të vinë në mëngjes në të birë, e dashur. Por Esmeralda, si arriti ti ta zbuloje? Nëpërmjet mesazheve, e kape me një grua tjetër, si e zbulove ti? Nëpërmjet mesazheve, ai punon kamarier në lokale dhe në restoran kur bëhen dasma. Dhe më shkruan. Më ka thënë që në orën 3:30 restoranti mbyllet dhe bëjmë pastrimet. Po. Ai në orën 3:30, o të ta dërgoj me mesazh, më shkruan që po nxjerr mishin në orën 3:30. Që në atë orë mblidhen tavolina. Dhe në orën 6 më thot që po nxjerr tortën. Torta e dashur nuk nxirret në orën 6 të mëngjesi. Apo e kam gabim? Jo, e dashur Esmeralda, realisht këto janë dyshime, besoj unë. Ti dyshon për shkak se ai nuk të vjen në shtëpi dhe për shkak të orareve, por një fakt që ti e fakton që ai të tradhton, ti nuk e arritur do ta zbulosh. Ti nuk e ke parë me një tjetër grua, i ke zbuluar një mesazh celular. E kam parë, por duket njeriu ku lahet ai ikën në orën 3 dashur dhe vjen në mëngjes, ku lahet njeriu? Vjen në shtëpi me këmishën edhe ikën. Ku lahet ky njeri? Qartë, por ti e ke diskutuar vetë me Arbrin, ja ke thënë dyshimet e tua që dyshon se ti ai të tradhton? Kjo ndodhi në datën 12. Edhe i shkoj te puna, të pija një kafe dhe të kapja pronarët se në qorë mbyll dasma. Dhe në qorë vazhdoj dasma. Esmeralda, më falë që ndërpres, por ndoshta xhelozia jote e tepruar. E dashur, nuk jam xheloze, por më ham bas kurizit. Nuk jam xheloze. Nuk po të paragjykoj, por po të dëgjoj rrëfimin që po bën sot me mua dhe një grua që të shkojë te vendi punës, të pyesi për bashkëshortin, çfarë ore u mbyll, ndoshta mos e ke xhelozi, dashuria jote e madhe ndaj atij njeriu. E dashur, po më shtrua në orën 5 jam në shtëpi dhe në orën 6 më thot po nxjerr tortën. Më kupton? Por në orën 5 jam në shtëpi. Të gjithë na ndodh realisht në punë që mund të komunikojmë me partnerën tanë, që do kthehemi në shtëpi në orën 6 dhe mund të na dalë një punë e papritur dhe mund na shtyhet orari. Prandaj po të pyes dhe po këngul, mos është xhelozia jote. Se ti thjesht për shkak të orareve të punës dyshon se ai mund të ketë një tjetër grua, por jo se ti ke kapur në një mesazh në celularin e tij. Unë e sigurt nuk jam se vetëm me grua apo vetëm me mashkull. Si jam e sigur, tek ai person. Por pse e dyshon ti këtë gjë që ndoshta ai mund të jetë dhe biseksual? Pse e dyshon këtë gjë? Dyshoj sepse atë tip ka, do më thënë atë mënyrë komunikimi ka, në përmjet të folurit ka që muaj, 5 muaj që kam jetuar, kam dyshuar. A ke folur ti hapur ndonjëherë me partnerin tënd? Se këto janë biseda kaq intime mes një çifti që njerëzit flasin me njëri tjetrin. Ke folur ndonjëherë ti me Arbrin për t'ia thënë gjëra troç që unë dyshoj te ty këto gjëra dhe për të marrë një përgjigje nga ai? Më fal, i vetet e puna edhe ki
takon vajzën dhe më zgon, ik në shtëpi më thot. Unë nuk erdha për ty këtu, i thash, erdha për qefin tim, me që është freskët të pive një kafe, më zora dhe vajzën. Dhe aty që edhe pronarja. Dhe i tha, pse e zgon nosen, i tha. Rimiri, i tha, pse e zgon nosen, i tha. Për që është të jetë më zboj më arbri? Pajta të pja një kafe. Dhe këtu, linë dyshimi, pse e zbon, përse më zbon? A mori një përgjigje nga arbri, pse ai të tha largohu, mos rrit e vendimi i punës, çfarë të tha? I ngrita zërin, të lutet shumë i thash, vazhdo jenë punë i thash. Jenë orar pune, nuk e punë, ma erdha të pi një kafe e të ri në freski me vajzën ku i thash. S'ke të drejtë më zbosh. Ndërkohë ndërhyri dhe pronarja, lere nusen. Dhe çfarë ndodhi? Ti konsumove kafen, por besoj prish edhe komunikimin me partnerin tënd. Jo, në asnjë mënyrë. Ai mori një çerje tjetër, nuk donte që unë të rija atje. Sepse isha bashkë me pronaren e hotelit dhe kur unë bëja bisedë me atë, ai vinte shpesh herë. Më solli kafe. Po. Dhe unë i thëra pronares të mirja të dhëna. Asnjëherë më tha mua nuk nxiret, nuk shërbehet torta në orën 6 të mëngjesit, po arbëri pse i bën këto tha? Pra, ti e ballafaqove partnerin tënd me pronaren për oraret e punës. Jo prezent. Nuk që prezent arbri. E qartë, e ke bërë vetëm me pronaren këtë bisedë. Pasi ti e dashur Esmeralda zbulove që partneri të kishte gënjur për gjithçka, sepse këtë gjë ta konfirmoi pronarja e lokalit ku ai punonte, çfarë ndodhi më pas? Se unë besoj që ti ja ke thënë arbrit, në një farë mënyrë ke kërkuar llogari, që pse më gënjeve. Në mëngjes kur erdhi që të mirë këmishën, dush nuk bëri. Atë mëngjes. Edhe ora ishte 7 i mëngjesit. Mori këmishën, u flau vetëm fytyrën në tualet dhe çove e kuros këmishën, më tha. Ti arti i thashun, po unë kam 2 orë, tha që kam arë. Më gënjeu. Unë isha zgjuar. E kupton? Kam 2 orë në shtëpi, më tha që kam marrë. Kur ai sapo erdhi, mori këmishën në hotel, Po. më mashtroi. Dhe unë ja futa me bac në kokë, kë gënjen ti i thash. E godite? I tani sa E godite? Po, e godita në kokë. Si që isha në përgjumë ashtu. Po çfarë ndodhi më pas, Esmeralda? Se sinqerisht po më Jo me egërsi, nuk e godita. E qartë. Qesha, e kupton edhe i thash ke 2 orë ti, i thash, sa erdhe, i thash. Nuk pretendoj që ushtrove dhunë. E qartë, e kuptoj. Ka qenë një goditje, një gjuajtje. E kupton si me shaka dhe me një mërzitje të madhe. E qartë. Brenda. Arrit e ti e dashur Esmeralda të komunikoje një herë të vetme me partnerin tënd për të gjitha ato dyshime që ti kishe. Ti fole me pronaren e ti, ajo të tha që oraret janë këto, burrit ka gënjur, a fole ti, domethënë çfarë të tha arbri, si të justifikua arbri? Unë nisa ika, më falë, që të mbaroj atë çështje. Unë nisa ika dhe nuk e përshëndeta, nuk i fola fare, sepse unë aty vajta të konsumoja kafen dhe ika, nuk vajta për arbin të bisedoja, se që orar pune. Dhe ki më ndjek me vrap. Pasi ti mbaron kafen? Po, më ndjek me vrap në të dalë të hotelit e rruga, çfarë ke më tha mua? Edhe ishtë qetësuar në fytyrë, ndjeu që diçka nuk shkonte. Po. Nuk kam gjë, i thash. Nuk kam gjë, i thash, vetëm thjesht dua një cigare. Po pse nuk më përshëndete? Sepse je në orar pune, i thash. E kuptoj, e ndjeu të keqe. Që unë nuk isha mirë, isha vetëm ruajta qetësim sepse kisha vajzën në duar. E qartë, e kuptoj. E shqetësuar, u ktheve në shtëpi dhe besoj filluan në shumë dyshime të kokën tënde se ai mund të tradhtoj. I kam folur, e kemi bën bisedë, o Arbër pse vjen ka që vonë.
në shtëpi, po më ndodhi gjë ku të gjejun dhe ajo Odeta vjen tapi pirë. Është dhe përdoruesi i alkoolit. Pish donat, Odeta, pish donat zemër. Një natë i kushtoron të futët nga që kishte pirë jashtë mase, poshtë pallatit në shkalla, është një korridor aty, një hapësi. Dhe më merr në orën 5 në telefon më thotë që hajde merrem zemër, se më ka rënë të fikët poshtë pallatit. Marr vajzën në dorë, se i kisha zgjuar në 5 të mëngjesit dhe i dal para e marr. Ish donat e dashur. E qartë, e kuptoj, është dhe përdoruesi i alkoolit. Esmeralda, të kam pyetur disa herë dhe të lutem më kthej një përgjigje. Dyshimet e tradhtisë, se ndoshta ai mund të tradhtoj, ndoshta është biseksual dhe ti ke dyshimet e tua për partnerin tënd. E ke bizetuar ndonjëherë vetë me Arbrin për t'ia treguar të gjitha këto dyshime? Që më tradhton e di, e kam folur. Dhe çfarë përgjigje ke marrë ti nga Arbri? Është një tip që si pun gangsteri, i anashkalon gjërat, nuk merr gjë përsipër. Pra, ti ka mohuar. Po. Se unë besoj që ti nuk i ke thënë që unë dyshoj se ti ndoshta më tradhton me një mashkull. Unë ja kam thënë hapur në sy. Ja kam thënë hapur në sy atij. Dhe si që ti vete me dikë tjetër, ti shkon me dikë tjetër. Se ka që orë me shokët nuk mund të rish ti. Bira pje 2 orë, 3 orë dhe vjen në shtëpi. Me shokët, nuk mund të rish donat me shokët. Dhe ai ti ka mohuar të gjitha këto. Ma mohon sepse është tip i tillë. Që nuk pranon. Ju e dashuroni babain e vajzës tuaj? Jo. E pranova Odeta vetëm sepse isha 7 zanë dhe mendova për fëmin, mos të rritet jetim. Sepse i kam rritur 10 vjet, 2 fëmijë të parë jetim, pa baba. E vetme, pa ndim. Baba i parë nuk ka kontribuar në rritjen e fëmijëve. Dhe unë jam shumë e plagosur. Të më ndodhi kjo përsëri. Ma vjen keq që edhe herën e dytë që tentove për të stemuar jetën tënde, të jetoje me njeriu që dashuroje, je e zhgënjur prej tij. Shumë e zhgënjur dhe nuk më pëlqen karakteri, tipi, logjika që ka. Është shumë mashtrues. Është shumë tip i çuditshëm. Por aktualisht ti vazhdon të jetosh me Arbrin? Pa jot më thot, më fal. Është pa jot që erdhe me mua, më thot mua. Pse erdhe me mua? Po unë erdha me ty, thash. Po jo të më lije 7 zanë, sepse të besova. Të gjeja person për jetë, një njeri për jetë, se mu lute, e refuzova Odeta 4 herë. Pranova. Dhe në datën 12, i thash çohu, merr valizën, futi rrobat brenda dhe ikte puna. Jetote puna. Bëhet fjalë për datën 12 të kujt muaj? Po, në datën 13 është larguar. Shtator. Pa folur fare, pa më thënë Alda pse, kemi një fëmijë, i çfarë, mori rrobat dhe sepse nuk ishte çfarë të thoshte. Çfarë do më thoshte? Pra ti e dobove nga shtëpia. Sepse më mashtroi. Ishte me tjetër Odeta. Më hapa skurizit. Dhe ajo nuk po të mos që e vërtet do thosht Alda, pse më zbon ashtu tia? Po të që i pasër. Alda, ç'është kjo që bën? Kemi vajzën bashkë, si? Po nuk foli fare, mori rrobat dhe i. Por ju keni disa javë, le të themi, që jeni shkëputur me njëri tjetrin, ti e irrituar e mërzitur me dyshimet e tua, që ai ndoshta të tradhton dhe jo i përgjegjshëm për familjen, vendose që ta largoje nga shtëpia jote babain e vajzës, Arbrin. Më fal Odeta për këtë arsye, sepse unë kam një vajzë 23 vjeçe dhe kam duruar shumë, që e kam mbajtur 5 muaj në shtëpi, një pianec. Të lutem shumë, nuk dua që të hyj në zindje të tjera, në plagë të tjera, të mbash në shtëpi një pianec, në një mashtrues, një gënjeshtar, nuk doja të lëndojsha më me plagë të tjera, se besim ai njeri nuk ka. Si ka pasur? E kam dobuar. E qartë, e kuptoj. Ti je nëna e një vajze të vogël foshnje, por ndërkohë je edhe nëna e një vajze 20 vjeçare, që e ke nga martesa e parë, por si kanë qenë marrëdhëniet?
Si kanë qenë marrëdhëniet mes Arbrit dhe vajzës tënde të rritur? Të mira, por vajza është çik xheloze, nuk i pëlqente që të ndërtoja jetën, ose më mirë nuk i pëlqente ai person në shtëpi, edhe që e mbyllur në dhomën e saj e kufizuar, nuk ishim shumë komunikim, vetëm një përshëndetje. Bashkëtesa me Arbrin në një farë mënyrë të solli dhe probleme me vajzën nga martesa e parë. Jo, nuk kam probleme. Jo, kur them probleme, kam fjalën që ajo vendosi të mbyllesh në dhomën e vet, mos kishte shumë komunikim me ty dhe me atë. Po, sepse nuk e pëlqente si njeri. Ishte ajo shkaktarja që ti vendosi ta të boje nga shtëpia, apo ishte tradhtia që të lëndoi dhe nuk e falje dot? Ishte tradhtia dhe mënyra se si sillej me mama, hamte për çdo gjë pas kurrizit, jam shumë odeta jo vetëm tek e ngulitur te tradhtia. Është një tip i çuditshëm. Unë jam tipi qeti urtë, nuk ndihem, nuk i flisja duro, po me atë njeri nuk mundesha më. E mbushi kupën, nuk mundesha më me atë karakter. Ti nuk ishe e lumtur me atë person dhe i dhe fund kësaj lidhje, dhe është gjëja më normale që ke bërë. Nëse nuk je e lumtur me një person, mund t'i japësh fund asaj lidhje. Por në këto ditë çfarë ka ndodhur? Sepse sido që ti jetë, ju jeni të dy prindër të vajzës e cila është foshnjë ende, sa muajshe është vajza? 5 muajshe. Dhe me jetë ta kesh. Ajo është vetëm 5 muajshe. Ka ardhur, të ka marrë në telefon për vajzën? Po, e marrë në telefon, sa herë të duash i kam thënë të vish të takosh vajzën, sepse është vajza jote, e ke të drejtën si baba, dhe vajza ka nevojë për ty. Se dhe vajza i dhe shumë, e do, e kërkon, i mungon. Unë jam nënën dhe arrit ta kuptoj fëmijën, që kur vjen i jati, ajo gëzon, ç'është i hidhe. E qartë është. Dhe mendoj në rast të parë për vajzën. Të ndihet mirë vajza. Ka ardhur e ka takuar vajzën? Po, vjen, sepse ai përgjigjet për vajzën, sepse unë jam pa punë, pa lek, pa ndihmë ekonomike. I blen bebelina, i blen ushqim, vajzës i blen rroba. Pra, është i përgjegjshëm. Është i përgjegjshëm për fëmijën e vet, për vajzën e vet. Për vajzën, po. Dhe pse ju i keni shkëputur? Ju edhe pse i keni shkëputur marrëdhëniet, ai vazhdon sjell detyrimet. Le të themi, ushqim, pampers, çfarë duhet një foshnjë. Po, vjen në shtëpi, flet me vajzën e përçafon, e takon dhe unë e lejoj, nuk bëjmë xheloz dhe ose kursiv që ta zboj, sepse mendoj për vajzën. Dhe është gjëja më e mirë Esmeralda, është gjëja më e mirë që bën, që nuk e ndan vajzën nga babai, përpos marrëdhënieve që ke ti me babain e vajzës, problemet që keni ju të rriturit i zgjidhni ju. Fëmia është i pafajshëm në këtë mes dhe është gjëja më e mirë që bën që nuk e ndan vajzën tënde nga babai, por gjatë kohës që vjen takon vajzën, ti komunikimin me të e ke zero, apo për hir të vajzës? Herë e kam zero, nuk flas, vetëm i kërkoj çfarë duhet për vajzën, por herë i hidhem, i flas për gabimet që ka bën gjatë 5 muajve. Ti rikthimin e mendon, apo i ke dhënë fund për gjithmonë kësaj historie? Jo, me atë njeri nuk mundem, se jam e djegur odeta, e kam shpirtin shumë të mbushur, shumë të lodhur. Nuk mundem, nuk ndryshon ai karakter. E tash Esmeralda, atësinë ja ka dhënë? Po, unë prandaj e mora në telefon që të më të jepja vajzës atësinë, të jepte vajzës atësinë. E qartë, realisht ti kërkove ndihmën time. Kush është ndihma që të duhet në këtë rast? Sepse ti ke pasur një lidhje, i ke dhënë fund, tashmë ai e ka njohur atësinë, gjërat pa i çuar në gjykatë, që të jetë gjykata ajo që të vendosi detyrimin ligjor, ato ushqimorin, sa do jetë në muaj, ai po e bën në mënyrë vullnetare. Po ti jep këtë kontribut. Për këtë odeta, sepse të vesh në polici, të vesh në për gjykata, unë jam e lodhur nga martesë e parë, nuk i di dhe ligjet mirë, prandaj të kërkova ndihmë nga ana juaj. Çfarë duhet të bëj? Atëre, ai e ka njohur Nuk i di atësinë. ligjet. E tash Esmeralda, ai e ka njohur atësinë dhe nuk është nevoja
për t'ju drejtuar gjykatës për atësinë e vajzës kur vajza e ka atësinë. Ndërkohë mbiemrin tënd mban vajza. Jo, Rakiti. Mban mbiemrin e babait. Po, Ju martesë nuk keni bërë ligjore. jo, nuk pranuam të dy. E qartë, keni qenë në bashkëtesë. Vajza ndodhet në trungun tënd familjar. Po, Ju çfarë kërkoni tani? Kërkoni që sepse vajza e paska atësinë, mbiemrin e babait, ai lekët çdo muaj të vjen ti sjell për vajzën, ti vetë çfarë kërkon që unë të shpjegoj dhe të sqaroj për çfarë do të drejtohesh gjykatës dhe... besim tek ai, sepse ai mund të më largohet prapë dhe s'kam ku ta gjej, mund të më mbylli telefonin. E qartë, dhe ndoshta në të ardhmen, derisa vajza të vejë 18 vjeç, ti ke frikë se ai ndoshta s'do ta pagoj. Ai mund të jetë dhe këtë muaj në Saran dhe mund të largohet. Dhe unë si do i rris atë vajzë? Ndim nuk kam. Në punë nuk vete dot, sepse e kam në gjithë. Ku do e lë? Atëre patjetër e dashur Esmeralda, ti i drejtohesh gjykatës. Pikërisht gjykata absolutisht kujdestarin e foshnjës së vajzës do ta japi ty si nënda i baba, do ketë të drejtat e takimit me vajzën, si do ja vendosë gjykata 2 herë apo 4 herë në muaj apo 1 herë në muaj e vendos gjykata dhe detyrimin ligjor, që do të thotë në bazë të ardhurave mujore që babai i fëmijës ka, gjykata vendos një shumë që ai duhet ta pagoj për vajzën çdo muaj. Dhe në momentin që ai nuk e paguan detyrimin ushqimor që gjykata e ka vendosur, ti i drejtohesh zyrës përmbarimore, e cila e ka për detyrë të ekzekutojë vendimin e gjykatës. E kuptoj, e dashur, i kam kaluar këto, i kam Ti ke kaluar me martesën e parë dhe i di mirë rregullat, por gjithnjë frika se ai mund të të braktisi jo ty, por vajzën e vet. Këtë gjë e ke kuptuar ti apo sepse më thej që marrëdhënien e ka shumë të mirë me vajzën e do? Po, mund të jetë një marrëdhënie kupton për çdo faqe. Për momentin. Më kupton? Gjatë asaj periudhe dashur Esmeralda që ti je ndarë me babain e vajzës tënde me Arbrin, kontaktet me familjen e tij si ke? Sa më tregove pak më parë që nëna e tij më priti sinuse në shtëpi. Jo, nuk kam komunikim me të jemën më. Me motrën, me vëllezër, çfarë ka familja? Motrën jo, nuk kam. Derisa jam ndarë. Kur them komunikim, ndoshta edhe për hir të vajzës, është gjaku i tyre. Nuk kanë marrë. Nuk më kanë marrë. Mua sinqerisht më vjen shumë keq që dëgjova sot këtë historinë tënde. Një nënë e vuajtur që të dyja lidhjet, të dy partnerët që zgjodhen në jetën tënde, fatkeqësisht nuk të bën të lumtur. Dhe kjo është një fatkeqësi edhe për femrat shqiptare, shumë histori që denoncojnë, shumë nëna, shumë gra që nuk janë të lumtura me partnerët e tyre dhe më vjen keq. Ti më tregove që zemrën e kam të mbushur me plag nga martesa e parë. Çfarë ndodhi me martesën e parë? Mos përputhje. Dhe me martesën e parë, në përmjet familjes u fut dhe motra, ma hoqi bashortin të vente në Itali, ne jetonim në Asin, dhe u fut e motra, hajde në Itali, tha ndërkohë që unë e kisha fëmi foshnje, 8 muaj që vajzë. E njëta histori po më përsëritet prapë. Dhe që aty erdhi prishja, tonë u rrim njëri tjetrin. U prish Terezia. Sa vite martesë konsumove me babain e 2 fëmijëve? 15 vjet. 15 vite martesë dhe i dhe fund? Nuk po se i dashur, e kupton vit për vit, merru ndau. Si përfundim nuk përputheshin. Esmeralda, ke qenë e vogël besoj kur je martuar për herë të parë? 20 vjeç. 20 vjeç. Por me fëmijët, babai ka kontaktet e mira? Po, ka pasur kontakte, kam hyrë, kam dalë fëmijët, por ndihmë ekonomike jo, pension jo. I ke rritur e vetme? I si është një 5.000, një 10.000 në dorë, kaq. I kam rritur vetë, me ndihmën e mamit, që u bën për martesë sot.
Dhe më vjen mirë, ata janë rritur tashmë dhe të kanë krah. Po, i kam mbështetur, për fat të mirë. I ke dhe të kanë. Ti je e re, kështu që je shumë e re. Por si e pritën ardhin e jetë të motrës së tyre? E duan, nuk është se e duan vajzën, por nuk i pëlqente njeriu që zgjodha. As djali, as vajza nuk ishin dakord për personin që ti zgjodhe. Ajo ishte, le ta quajmë, një dashuri me shikim të parë në vendin e punës, që ai të pa. Jo. Nga ana e tim ndoshta po. Po unë jo. Jo. Sepse unë si gati jo vdeta të ndërtoja jetën, sepse kam vajzën mbare universitetin, edhe doja që të bënte masterin, ta rregulloja vajzën me shkollë, të punësohej. Të punoja, të ndihmoja vajzën, dhe 2 vjetë akoma. Për vajza është pa master, është në shtëpi shitse, punon në dyqan. Kam mbaruar për gjë të huaja. E kuptoj, por familja juaj si e priti? Lidhjen me arbrin dhe ndarjen, sepse ju konsumuat i bashkëtesë vetëm për 5 muaj. Fëmijët e mi e urejnë, se të drejtën, sepse të vish në orën 6 nuk janë budallëk fëmijë. Janë një moshë që tin dhe të mirën dhe të keqen çdo ditë në 6, ikësh në 3 të drekës, të vish në orën 6, 7, 8 të mëngjesit dhe tapi delu. Njëri në këtë vap që ka bërë si 10 njeriu ka nevojë të lahet, të shtrihet, të qetësohet. Ai vinte, bënte dushin dhe ikte prapë në punë. Kur thash familja, kisha fjalën për nënën, për vëllezërit, motrat, si e pritën? Mami vetëm kam këtu dhe ajo ka hir ka dalë, ka parë, po ka heshtur. Edhe nuk i vjen mirë mami, pse moj vajzë të ndodhi fati kështu. Pra, më thot mami, base i gjem pra po vajzë, por nuk mundem, o dita. Më mirë të arrisë vajzën vetë. Nuk mund të jetoj me një njeri të tillë, të hashoj tjetri si për sy, një arrogant nga goja, një gangster, nuk mund. Por pse, ju ka lënduar, ju ka ofenduar? Do të jetë ai, e kupton në çdo gjë, të dëgjoj, po të bëj unë këtë gjë që bën ti, po unë jam mashkull, thot. Dhe më pëlqen të bëj, thot. E kupton? Vërtet është mashkull, po është dhe prind, është baba. Qartë, dhe mbi gjitha është dhe bashkëshort, partneri jot. S'është beqartë, të rinte beqartë, jeton të jetën e tij të natës. Se më mori në qafë dhe mbi të gjitha solli një fëmijë në jetë. Një fëmijë që erdhi pa dashje, pa dëshirën tënde. Pa dëshirën time. Unë e kuptova që isha shtazan, të mbylla 6 muaj. Shumë me vonesë ke arritur ta kuptosh. Po, shumë me vonesë, sepse nuk isha shqetësime, dhe mendova si isha menopauzë. E qartë, dhe nuk e kuptove që kishe mbetur shtatzën dhe... Dhe fëmijët më shtinin, Niko, ma bë një eko, më thoshni, po unë kisha besim tek ai person. Kisha shumë besim. Nuk e më shkonte në mendje. E kuptoj, ka ardhur pa planifikim fëmia, gjithsesi ju ta keni me jetë vajzën, fëmijët janë bekim besoj për çdo prind, për çdo familje, përpos ndonjëherë fatet se prindërve nuk përputhen me njëri tjetrin dhe ka këto ndarje. Por edhe pse të pyeta shumë herë dashur Esmeralda, nëse do t'i jepi një shans të dytë arbrit, ti e ke ndarë mendje dhe nuk do të kthehesh më tek ai njeri, por gjithë frika jote është se ndoshta ai një ditë mund të zhduket dhe vajza jote mund të rritet pa baba, dhe mbi të gjitha pa ndihmën e tij. Pa ndihmë, nuk kam ndihmë deta, kjo më shqetëson. E qartë, për ty është shumë e vështirë, për ty është shumë e vështirë, absolutisht. Nuk ushqem dhe të vishet vajza, po dhe unë dua të ushqem, po kemi dimrin, vjen dimri përpara, vajza do të ngrohet.
po drita ujë, detyrimet në shtet janë, Patjetër rezerva me kam, nuk e di. Absolutisht për ty është shumë e vështirë. Një nënë e vetme të rrisi sot fëmijët e vetme pa ndihmën e babait është e vështirë, por kjo nuk do të thotë që ti të dorëzohesh. Herë unë dhe veten, ndjem të depresion, sepse është e papërballueshme. Kur s'kem ndjem, të paktën kisha një ndjem të vogël ekonomike, doja dilja mban. Por nuk kam fare. Gjë e parë është që ti drejtohesh menjëherë gjykatës që të vendosin detyrim ligjor për babain dhe më pas ta ndjekësh edhe me sa ai nuk t'i jep ato para, janë zyra të tjera, ta thash pak më parë zyra përmbarimore ajo që ekzekuton vendimin dhe të ardhurat janë të deklaruara dhe automatikisht nuk ka çfarë të shihë. Ai nuk merr sigurime, nuk është i deklaruar në shesh nga problemi që kish me shtetin. Është në të zezë, po më tregon. Po. Këto janë problema akoma më të rënda për shoqërinë shqiptare. E kuptoj qartë. E dashur Esmeralda, nëse ti më lejon që unë të kem një kontakt me Arbrin për të folur, patjetër që për ty e bëj këtë gjë. Po, ta dërgoj numrin. E qartë. Unë do mundohem të lidhem me Arbrin, por përpara se të lidhem me Arbrin, dua një mesazh tënd që unë t'ja përcjell Arbrit. Ndoshta ti e shikon për herë, por s'ke marrë ndonjëherë guximi disa gjëra t'ia thuash në sy. Mendoj një moment që ai është këtu dhe po të shikon, çfarë do i thuash? Po, unë ja kam thënë dhe në sy, nëse vajzën e do, të mendoj për vajzën, që të rritet si çdo fëmijë, mos t'i mungoj gjë. Dhe unë kam nevojë për mbështetje, për pak ndihmë, sa të kap veten, sa të rritet vajza, sepse unë në dimër në shi në fortunë, nuk dal do të conis. Ti marr vajzës çfarë i duhet bedelina, ushqim, si për veten time dhe për vajzën. Më duhet një ndihmë, sepse vjen dimër. Gjithsesi, Esmeralda, mos e shiko kaq bardhëzi, sepse Saranda ka çerdhe, ka kopshte, vajzën mund ta çosh në çerdhe, në kopësh, vetë gjesh një punë, mos i shiko gjërat kaq bardhëzike të stresohesh. E kam menduar vetë ato, nuk e kam moshën, sepse kam në gjë vajzën. E qartë, Esmeralda, e kuptoj që ke vajzën në gjë, por disa gjëra në jetë janë sakrifica. Po të kem pak ndihmë, unë jam dalë mba. Patjetër, unë uroj ta kesh ndihmën e babait dhe t'ja dalësh, dhe jam e sigurt që t'ja dalësh dhe të premtoj që do bëj të pamundrun ta kontaktoj Arbrin, gjithnjë me shpresën që gjërat të shkojnë mirë, dhe pse jeni të ndarë të shkojnë mirë për hir të vajzës tuaj. Kështu që do jemi të dyja bashkë në kontakt dhe të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit, zemër ti jesh mirë, të puset dhe unë, shumë faleminderit. A të detyrojmë gjë? Jo, nuk më detyrosh asnjë lloj gjëje. Shumë faleminderit, zemër. Gjithë të mirat, mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që babai i vajzës 5 muajshe, Arbër Rakipi, të vazhdoj të kontribuoj për të bijën dhe uroj që të dy ish-partnerët të gjejnë gjuhën e përbashkët, gjithnjë për të mirën e vajzës. Ndërkohë që Esmeralda ishte shumë e mërzitur, shumë e zhgënjur, shumë e lënduar, por duhet gjej forcat për t'ia dalë dhe për të ecur përpara. Mirë dashur miq, nëse dhe ju keni një histori që doni ta ndani këtu në live me Odetën, që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698, por mund të më shkruani dhe mund të më gjeni në rrjetet sociale, në Instagram, në TikTok, në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro. Ndërkohë, këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku tashmë çdo paradite jam live me ju me këto histori, gjithnjë që zëri juaj të dëgjohet. Ju falenderoj që më ndiqni dhe më mbështesni. Faleminderit.